Policia e Vlorës ka referuar material në prokurori ku ka nisur procedimi penal për disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Procedimi penal nisi për shtetasin LR, 59 vjeç, banues në Vlorë, i dyshuar për ushtrim dhunë psikologjike ndaj motrës së tij për motive pronësie. Po ashtu, procedim penal ka nisur edhe për shtetasën AF, 36 vjeçe, banuese në Vlorë, pasi sipas kallëzimit të bashkëshortit të saj është larguar jashtë shtetit së bashku me vajzën e tyre të mitur pa miratimin e tij. Në vijim u referuan materialen për shtetasin MA, 26 vjeç, banues në Vlorë, i dyshuar për vjedhjen e një telefoni celular në pronësi të një shtetaseje. Ndërkohë, specialistët e stacionit të policisë Orikum referuan materiale në prokurori ku nisi procedimin penal për shtetasin AR, 40 vjeç, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi në tekalim të lejes së dhënë nga organet kompetente. Po ashtu, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materiale në prokurori për shtetasin SHT, 66 vjeç, banues në Sarand, i dyshuar për shpërdorim të një sipërfaqeje toke. Në vijim të njoftimit të datës 29 janar 2026 lidhur me një konflikt të ndodhur në lagjen Babare Xhep Sarand, shërbimet e policisë kapën shtetasin e shpallur në kërkim FG, 22 vjeç, banues në Sarand, dhe ekzekutuan masën e sigurisë arrest në shtëpi. E njëjta masë sigurie u ekzekutua edhe për dy shtetas të tjerë të përfshirë në konflikt, AG, 27 vjeç dhe EQ, 22 vjeç, banues në Sarand. Ndërkohë, më datë 10 shkurt 2026, rreth orës 22:30 në fshatin Armen ka rënë zjarr në një stall bagëtish në pronësi të shtetasit BH, ku përpasoj kanë ngordhur disa bagëti, po punohet për përcaktimin e shkakut të zjarrit. Materialet procedurale ju referuan prokuroris pranë shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.